Bashkinë e Elbasanit. Sot në situatën ekzistuese ne kemi Bashkinë e Elbasanit me 105.000 banor, Bashkinë e Cerrikut me 25.000 banor dhe Bashkinë e Belçit me 17.000 banor. Nga ana e treguzve, Elbasani ka funksionalitetin e ka ke niveli lartë, i mesëm i lartë, masën urbane e ka të lartë, performancën ekonomike e ka ke niveli i mesëm. Ndërkohë që Cerriku i ka funksionalitetin e ka të mesëm, masën urbane e ka të mesme, ndërkohë që performancën ekonomike e ka të ulët. Belçi ka 2 për këtyre treguzve të ulët dhe funksionalitetin e ka të mesëm. Potencialisht nga bashkimi i tyre, ne shkojmë në një bashki e cila është Bashkia Elbasan, e cila nga ana e treguzve i ka secilin prej treguzve të përmirësuar, sepse përmirësohen nga kohezioni i krijuar mes tyre, por nga ana tjetër kemi një zonë e cila tradicionalisht ka funksionuar në mënyrë unison edhe më parë me njëri tjetrin, është Elbasani është pika natyrore e gravitetit dhe e Cerrikut e Belçit për shërbime, për dentistin, për noterin, për mjekun, për të dalë një masdite, për shkuar në kinema apo teatr, pra dhe elementet sociale kulturore të atij territori janë të ndërlidhura me këtë territor dhe por ama këtu ruajmë 3 qytete, qytetin e Elbasanit, qytetin e Cerrikut dhe qytetin e Belçit. Secili prej këtyre qyteteve do vazhdojë të ketë një nënkryetar përgjegjës për secilin territor dhe do të ketë një kuotë proporcionale në Këshillin Bashkiak që krijohet nga kjo bashki e madhe, duke i siguruar përfaqësimin, vijshmërinë e funksionalitetit, ruajtjen e identitetit dhe të gjitha funksionet që sot një banor merr në qytetin e Cerrikut apo në qytetin e Belçit do vazhdojë t'i marrë aty ku i ka marrë gjithmonë. Ai është nënkryetari i përgjegjës për atë territor. Pra nuk është kryetar, është nënkryetari. Që do të vijojë të ushtrojë detyrën e tij në të njëjtën godinë, në të njëjtën zyrë, në të njëjtën godinë. Për Cerrikun. Me cilat kompetenca dhe me cilat funksione, pra çfarë shërbimesh do të marrin, për shembull, qytetarët e Cerrikut? Asnjë shërbim, as edhe një shërbim nuk largohet nga territori. As edhe një zero. Çdo shërbim që qytetar ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Elementet që konsolidohen dhe nuk largohen janë elementet që kanë të bëjnë me planifikim buxhetor, që kanë të bëjnë me planifikim urban, që kanë të bëjnë me planifikim zhvillimit ekonomik, që kanë të bëjnë me elementet ligjor, pra zyra ligjore që bën akte, bën vendime Këshillit Bashkiak, elementet që janë kontraktual, elementet të cilët qytetari në thelb nuk shkon ke zyra respektive për të parë se si është bërë vendimi i Këshillit Bashkiak. Vendimi i Këshillit Bashkiak është një gjë që bëhet mes qytetarit bashkiak që do jenë proporcional me zonave dhe zyrës që harton këto vendime që është zyra juridike. Zyra që harton buxhetin, zyra që koordinon punën me hartimin e projekteve inxhinierike për territorin, zyra që merret me planifikimin e pastrimit të kanaleve kulluese vaditse, do jetë në qendër. Atëherë, jo. Është shumë e rëndësishme të ndajmë 2 elemente. Centralizimi në kontekstin e pushtetit vendor është kur një detyrë shkon nga pushteti vendor në pushtetin qendror. Në rastin konkret ne kemi detyra të cilat sot shumica e bashkive nuk i operojnë dot, se nuk kanë arkitektët, inxhinierët, juristët, makinistët, të cilët në vend që mos ndodhin fare, sot ndodhin në një njësi më të madhe të konsoliduar, ku njerëzit kanë mundësi që këto shërbime të ofrohen. Pastrimi i kanalit Kulluz-Vaditës do vazhdojë të ndodhi në Belç, në Cerrik, nga struktura e qytetit. Planifikimi, menaxhimi i një flote të përbashkët mjetesh, planifikimi i kohës kur bëhet, planifikimi i mënyrës se si bëhet, verifikimi që po bëhet siç duhet, do të bëhet nga një njësi e përqendruar. Por ama elementi fizik i punës do ndodhi prapë aty. E njëjta gjë. Pa më fare. Zoti Mazdiku, kam vetëm një... Tani, më fal, kjo është pyetje shumë e saktë. Kemi disa bashki të cilat në fakt pavarësisht treguzve, për arsye të distancës, historikut, kulturës, dhe rasti më tipik këtu kemi të bëjmë, kthehemi këtu, po merrem rastin e Tropojës. Tropoja i ka të gjitha treguesit në fakt të ulët. Edhe funksionalitetin dhe masën urbane dhe performancën ekonomike. Por Tropoja është një territor të tillë gjeografik që nuk ka një bashki afër me madhësinë e mundshme për të absorbuar një tregues tillë. Kemi prap në një rast të ngjashëm, fjalë që bie kemi Gramshin, i cili pavarësisht se treguesit i ka relativisht mirë, por ama prap distanca që ka me Elbasani është e tillë që bën sens që ajo të vazhdojë të funksionojë në mënyrë të tillë, pavarësisht se
në numra, në matematikë të thjeshtë mund të përfituar nga ky bashkim. Por prapë them, ky nuk është një bashkim thjesht matematik. Është bashkim historie, kulture, gjitha me radhë, sepse zona e Elbasan, Gramsh dhe Belsh ka funksionuar dhe më parë si zonë e tillë. Siç ka funksionuar dhe më parë, ka pas një ndërveprim midis Felleshërbie Librazhdit dhe Prenjasit, apo siç ka pasur tradicionalisht një funksionim midis Memalie dhe Tepelenës. Pra, të gjitha bashkimet janë bashkime të cilat apo Matit dhe Klosit që kanë funksionuar tradicionalisht dhe historikisht bashkë. Është një pyetje, pse nuk do të bashkohet Peqini me Elbasanin, do të bashkohet Belçi me Elbasanin? Thjesht për si tregues sepse Peqini pak nga raporti që ju keni bërë tek ekspertët, nuk është tek bashki që mund të ketë një status të veçantë. Janë tre elementë, distanca dhe historiku. Pra, teksa treguesit, po distanca, historiku, po dhe kapaciteti përthithës i bashkisë në fjalë. Pra, Peqini ka qenë tradicionalisht rreth dhe më parë ka pasur funksionalitet autonom më të gjatë, ndërkohë që kur kanë funksionuar në mënyrë integrale, Elbasani, Cerriku dhe Belçi kanë një histori të bashkëveprimit dhe ndërveprimit social-kulturor. Pra, ky është një element i cili në shumë raste është marrë parasysh. Rast tjetër, Felleshërbie, në rastin e Beratit, rasti i Skraparit, që është debatuar dhe shumë, Skrapari ka një popullsi për 10.000 banorësh. Por është një distancë prej nga është një distancë prej 27 km nga Poliçani dhe është një distancë prej shumë të madhe nga Berati, që është pothuajse dyfishi i kësaj është pothuajse 54 km. Kjo tregon që është e pamundur potencialisht që Skrapari të funksiononte në mënyrë operacionale në një bashkim të mundshëm me Beratin. Dhe pavarësisht se i ka treguesit relativisht të dobët, popullsia është e ulët, se cili prej treguesve që ne kemi këtu na jep tregues funksionaliteti është i mirë, por masa urbane dhe performanca ekonomike janë të ulta, konsolidimi do ishte i palogjikshëm. Ndërkohë që në rastin e Poliçanit, i cili i ka të gjithë treguesit të ulët, masën urbane të ulët, performancën ekonomike shumë të ulët, ke bashkitë me më të ulta, funksionalitetin e ka të mesëm, nga konsolidimi me Beratin, të gjithë treguesit dhe gjithë territori përmirësohen dhe funksionaliteti. Është një konsolidim më natyral Poliçani me Skraparin, me Çorovodën sesa me Beratin? Pyetje shumë e drejtë. Çështja është sepse është një historikisht si rrethi i Skraparit, pra Poliçani dhe qyteti i Çorovodës. Pjesërisht e saktë, pjesa e parë është e saktë, pjesa e dytë është e saktë. Dy prej zonave që përbëjnë Poliçanin sot kanë qenë tradicionalisht me Beratin, ndërkohë që vetë Poliçani si qendër ka qenë me Skraparin. Logjika që kemi ndjekur në tërësi është që nuk ndajmë bashki në këtë konsolidim. Bashkitë që kanë funksionuar këto 12 vjet, kur bashkohen, kur konsolidojnë si tëra. Pra nuk kemi ndarë copa bashkisht, sepse kjo do ishte një ushtrim i cili do ta komplikonte një sjellje që njerëzit sot janë mësuar deri diku. Ndërkohë që problemi që kemi është që Poliçani ka 8.000 banor me performancë relativisht ulët dhe Skrapari ka 10.000 banor, ka 10.000 banor me performancë të ulët. Duke bashkuar dy zona të cilat janë të dyja me performancë të ulët, nuk përfitojmë një zonë me performancë më të mirë. Pra, mekanizmi se si... Po ndoshta po të bashkonin fuqi, do të kishin performancë të mirë. Nuk ka tregojnë të treguesit, do ishin prapë me numër të vogël popullsie, prapë me pak biznese, prapë me pak kapacitet njerëzor. Pra, treguesit nuk na tregojnë logjikën që ju keni të saktë, që po t'i bashkonim do përfitonim. Ndërkohë që logjika është që ta mbaroj, logjika është që bashkimi potencial i Poliçanit me Beratin do t'i sjellë jashtëzakonisht shumë zhvillim Poliçanit. Më shumë burime njerëzore, më shumë financim, më shumë kapacitet për të bërë investime në territor, më shumë projekte që vinë nga BE-ja dhe shpërndahen gjithë territorin. Pra, i ruajmë të gjithë elementet që Poliçani sot ka qytetin, ka logon, ka nënkretarin përgjegjës, ka zyrën aty, merren shërbime aty, por nga ky konsolidim potencial, përfituesi më i madh në fakt, po të shohim vetëm thjesht mënyrën se si ndryshojnë parametrat, është detyrimisht Poliçani, se si kalon nga një strukturë me tregues shumë të ulët, një strukturë e cila i ka të gjithë potencialisht në territorin e vet, të gjithë treguesit e përmirësuar. Shpërndarjen e buxhetit, të ardhurat e veta, sepse të ardhurat që bashkia do t'i marrë, siç do shpërndahen në mënyrë proporcionale brenda territorit. Një coptim territori dhe krijimin e njësive plotësisht të reja ju e keni bërë. Dhe ky është rasti i Rinasit. Rinasi si njësi administrative i përkiste Krujës, e keni bashkuar me Domjen dhe Bërxullën që i përkiste Vorës, pra keni krijuar një njësi administrative që nuk ekzistonte dhe e keni bashkuar me Tiranën. Ç'është shumë e drejtë, rasti i vetëm në cilin kemi vendosur
të propozojmë një ndryshim territorial është rasti i Rinasit për një arsye cila është kombëtare. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që Rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që Rinasi gjeneron, por nga ana tjetër territori rreth e qark Rinasit, veçanërisht akset e rrugëve që vijnë nga Rinasi drejt Tiranës, që ka nevojë për një mbajtje më të caktuar, pastrim më të madh, nga ana vizuale ka nevojë për një mbajtje më estetike, sepse nuk janë thjesht fytyra e Tiranës, janë fytyra e Shqipërisë për gjithë turizmin, për gjithë ndërkombëtarët, po ideja ishte që vetëm në këtë zonë kemi bërë një diferencë për të dhënë mundësi që atij territori të ekuilibrojmë përfituesin, që është Bashkia Tiranë, me atë që mban kostot për mirëmbajtjen që duhet jetë po Bashkia Tiranë. Në mënyrë që mos i kërkonim Vorës, Kamzës apo Krujës, se cila prej tyre kapte një copë të aeroportit, aeroporti që i ndarë në 3 zona të ndryshme që ndanin 1/3 e këtij territori, që të pagonin mirëmbajtjen e këtij territori, kur janë përfituese më pak nga ana e zhvillimit. Pra, ky është një rast specifik që lidhet me një interes kombëtar dhe një çështje specifike që lidhet me mënyrën se si duket Shqipëria në raport me 12 milion turistë që vinë çdo vit dhe më shumë se 70 milion njerëz që kalojnë nga Rinasi çdo vit për të ardhur në gjithë Shqipërinë. Dhe diçka tjetër. Po, Razila, ta lutem, ta bëjmë pyetje se po ndalëm të gjithë zonat i bie të flasim dhe për vallën e Dejes të gjithë. Nuk po ndalemi të gjitha zonat, po ka çështje specifike. Lëvizëm pak. Po. Tani 15 bashki të cilat ju i bashkoni, a është kjo dëshmi që reforma 2014-ës dështoi të paktën në këto 15 bashki? Dhe mund të më japësh një rast konkret për shembull me çështjen e vallut të Dejes, pse valli i Dejes nuk është bashkuar? Se e nisa dhe nga pyetja e Fiorelës, pse Peqini jo dhe pse valli i Dejes jo dhe janë disa bashki të tjera. A ka këtu qëllime të mirëfillta politike, sepse në një pjesë të madhe të bashkive, nëse shef rezultatin zgjedhor të 2023-shit, diferenca mes votës së Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është shumë e ulët. Çka do thotë që rezultati dhe mund përmbyset për opozitën apo mund të jetë në favor të PS-s. Është amencim i votës që kanë nxjerrë 2023. Është amencim. Numrat janë të saktë, po flas për të ardhmen se nuk e dim se si do të jetë vota. A kemi pasur faktorin politik ju në disa bashki të caktuara? Mund të t'i përmend edhe me emra cilat janë bashkit. Unë po them absolutisht jo. Elementi politik është një element i cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashkitë vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit Partisë Socialiste në nivel kombëtar se si lëvizjes prej këtyre bashkive. Po ta shikoni në mënyrë shumë të qartë dhe të sinqertë, është shumë e qartë që këtu kemi të bëjmë me një synim për të përmirësuar në mënyrë maksimale eficiencën e funksionalitetit të këtyre bashkive. Sot Elbasanin, po e marr si shembull, Elbasanin, Cerrikun dhe Belshin i administron Partia Socialiste. Në zgjedhjet e fundit Partia Socialiste ka marrë rezultatin mbi 56-57% secilin prej tyre. Nuk ka asnjë ndikim elektoral. Por ama bashkimi potencial i këtyre në Belsh ka ndikim elektoral sepse është diferenca është 59 vota. Diferenca është e tillë. Jeni një zgjedhje mbrapa. Në zgjedhjet e fundit Partia Socialiste për vendoret e 2023. Në zgjedhjet e 25-s Partia Socialiste në Bashkinë Belsh ka 56.7% votës. Pra 56% votës. Dhe ka një avantazh në zgaboj 13-14.000 vota, prej 2.000 votash me kundërshtarët. Që do thotë, nuk ka lidhje fare kjo histori. Diskutimi i elektoral është irrelevant, nuk ka fare asnjë ndikim. Çështja është që po flasim në mënyrë sistematike për mënyrën se si qytetarët e këtij territori mund të marrin shërbime, mund të bëjnë projekte, mund të hartojnë. Është shumë e thjeshtë kur neve kemi nevojë për të bërë një planifikim të një rruge, një kanali Kulluzvaditës, një plan i menaxhimit mbetjesh, një plan i menaxhimit infrastrukturë arsimore. E ndërpresim për pak moment